nuk është drejt me kërku prej regulatorit me shty edhe njëherë obligimet ligjore të cilat I ka. A është e drejt me I qitë treg lirë në kohën kur çmimi I energjisë është më I shtrejt? Po mos kërkoni që energjia elektrike tjetë nën kosto. Prej vitit 2017 I kemi diskutu këto shqetësime, janë shqetësime të drejta, nuk janë shqetësime që nuk duhet më marrë parasysh. Konsumatorët edhe në vendet tjera funksionojnë në treg të liberalizuar, do të thotë si në Shqipëni, si në Maqedoni, nuk përcaktohet çmimi prej autoriteteve rregullatore për bizneset. Du ta kuptojmë ku e kemi qëllimin. Qëllimin e kemi që çdo në bizneseve që I kemi në Republikën e Kosovës me I ofru mundësi me zgjedh një furnizues. Pse do të duhej një konsumator të jetë I detyruar të merr furnizim ose të merr shërbime prej një furnizuesi I cili është I ngarkuar me shërbim publik ose me ngarkesë të shërbimit universal. Kur këta biznese kanë të drejtën dhe kanë mundësinë që me provu në tregun e hapur, me pasë çfarë oferte po I ofrojnë furnizuesit të tjerë. Oferta është pak më e shtrejtë se e Kosovës. Ka qëlluar në kohën Nisan duhet me kuptoj që regulatori prej momentit kur vendos ose prej momentit kur është kriju dhe ka vendosur çmimin në mënyrë administrative, do të asnjëherë nuk e ka reflektuar kostën e sistemit. Tonë jemi dëshmitar që çmimi I kekut prej vitit 2017, prej kur është kemi deregulluar ka të njëjtin çmim. Domethënë as norma e inflacionit dhe çmimit të kekut nuk është e përfshirë. Kjo do të thotë që nuk e reflekton kostën reale të cilën momentalisht konsumatorët e biznesit janë të pagu. Tu I po gjitha vështirësitë, veç edhe në diçka veç, tu I po gjitha vështirësitë që ju bizneset që janë përballë me pandemi, me krizën, rregullatori vitin e kaluar ka zbrit tarifën për ju. Do të thonë e ka ulën çmimin e kostës për energji elektrike. Do të thotë një biznes si operojnë në Kosovë, si operojnë në Maqedoni, si operojnë në Shqipëni, si në Malzi, është I detyruar me gjetë një furnizues me cilin ka me negocu çmimin. Na jemi vendi I fundit që ende nuk e kemi bërë këtë veprim. Nuk është drejt me kërku prej regulatorit me shty edhe njëherë obligimet ligjore të cilat I ka. Na po mendojmë edhe të jeni të bindur që regulatori është mbrojtësi kryesor I këtyre bizneseve dhe I konsumatorëve për shkak se kemi detyrim. Po veç, a është e drejt me I qitë treg lirë në kohën kur çmimi I energjisë është më I shtrejt? A është e drejt? Tash duhet me diskutu edhe në raport me çmimet e energjisë elektrike në treg. Na kanë herë përmendim vetëm çmimin e një dite ose të një ore. Po duhet me pasë sa çmimi mesatari aty viti për atë biznes. Çmimet janë pak më ndryshe dhe variojnë prej ofertës dhe kërkesës, prej ditës, prej natës, prej informën se cilën e merr. Për shembull, ose Hupeksi vitin e kaluar, domethënë ka 101 euro çmimi mesatar për gjatë tër vitit. Domethënë çmimi mesatar I Hupeksit është 101 euro që ka qenë vitin 2020. Plus transmisioni, plus marrja e na po I kuptojmë distribuimit. Unë nuk po them asnjëherë nuk po them se a jemi të dy fisit. Shqetësimet e juaja nuk janë të drejta ose nuk kanë arsye. Unë e kuptoj që ju keni nevojë për subvencione, keni nevojë për çdo gjë tjetër që duhet me ofru mekanizma shtetëror. Po mos kërkoni që energjia elektrike të jetë nën kosto për shkak se do të jetë e papërballueshme dhe infrastruktura pastaj nuk mundet të marrë në nivelet e dëshiruara për të plotësuar standardet. Do thotë, çmimi I energjisë elektrike duhet me reflektu kostën. Nëse nuk e reflekton kostën, shërbimet do të jenë më të këqija. Na duhet gjithë me luftu dhe